Një tragjedi e papritur ka tronditur familjen e Xhestit. Vëllai i tij humbi jetën në një aksident duke lënë pas dhimbje të thellë. Për më shumë detaje, ndiqni historinë në vazhdim. Vdekja është ndjenja më e fortë që ekziston. Vjen papritur, të rrëzon në tokë duke të lënë bosh aty ku dikur kishte jetë. Nuk pyet për mosh, as për ëndra e as për dashuri. Thjesht merr me vete, duke lënë pas një dhimbje të pashërueshme. Këtë dhimbje dje pas dite përjetuan familja Kelmendi. Vëllai i këngëtarit Xhesti, vetëm 15 vjeç, humbi jetën në një aksident të rënd trafiku ditën e djeshme në fshatin Trebović, komuna e Pejës. Një ditë që nisi si çdo ditë tjetër, u kthye në tragjedinë më të madhe të jetës së familjes. Në këtë moment, fjala pse është pyetja që e kanë të gjithë në mendje, dhe përgjigjja mungon. E kem baba dhe i surprizë për ty të vogël. Hajde, o qit ma, o qite, qite pashalojnë, o zëtë. Sot, më shumë se kur, zemrat e tyre ka nevojë për dashuri dhe afërsi që dhimbja t'ju lehtësohet qoftë edhe pak me përkrahje. Kush mund të thoshte që rrugët e fshatrave nëpër të cilat u rrit Eldioni do të ishin fundi i tij. Dje, me të kuptuar lajmit, gjithçka mori kthes të rënd. Shumë lajme, përshkrime, informata u dha në publik, pa cenzurë, pa ndjeshmëri, pa shikuar përreth për atë që familja është duke përjetuar. Jeta e të riut humbi, por me të edhe etja për të dhënë lajm i pari kaploi rrjetin mediatik. Ngjarja ndodhi në rrugët me kthesa të fshehta të fshatit Trebović, ku Eldioni ishte në një motocikletë së bashku me shokun e tij, Kadri Berisha, kur u goditën nga një makinë llojit Volkswagen Tiguan. Kështu duke përplasur djemt në tokë, me që rast Eldioni ndroi jetën, ndërsa shoku i tij është në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia ka kuptuar që në aksident kanë qenë të përfshira një veturë dhe një motocikletë. Dhe 2 persona ishin të lënduar. Për njërin nga të lënduarit në vend të ngjarjes, mjeku kujdestare ka konstatuar vdekjen. Gjersa i lënduari i dytë me autoambulancë është dërguar në emergjencë në Spitalit Rajonal në Pejë për trajtim mjekësor. Mjekët kanë vendosur, do thotë, për ta dërguar për në QKK, mirë po më vonë e kanë anulu për shkak të lëndimeve serioze që ka pas personi i lënduar. Do të thotë, personi i lënduar është duke marrë tretman, duke u trajtuar në Spitalin Rajonal në Pejë. Deri te aksidenti dyshohet se ka ardhur, do të thotë, ka qenë shpejtësia e madhe dhe gjatë lëvizjes së vozicit të motocikletës, kur kanë hyrë në një kthes, kanë kaluar në anën e kundër të shiritit dhe janë përplasur, do të thotë, me veturën e cila ka ardhur nga drejtimi i kundër. Zëdhënës të policisë kanë bërë të ditur për Privekla në Kosova për momentin që kanë pranuar lajmin e këtij aksidenti. Policia është njoftuar rreth orës 14 për një aksident në fshatin Trebović, edhe pse më herët disa lokacione tjera, sepse është zona ashtu specifike, që është pjesë e Bllagajës së Qungurit, mirë po tash hetuesit e kanë konstatuar se aksidenti ka ndodhur në fshatin Trebović, komuna e Pejës, në rrugën regionale Pejë-Trstenik. Policia më njëherë ka dalë në vend të ngjarjes dhe ka kuptuar se në aksident ishin të përfshira një veturë dhe një motocikletë. Familjet e personave të aksidentuar u lajmëruan menjëherë nga policia që ishin në terren. Zyrtarët të cilët kanë qenë zyrtarët policorë, me hetimin e rastit në kthyen në vend të ngjarjes i kanë njoftuar familjarët. E me njëherë pasi mori lajmin e kopshëm në vendin e ngjarjes është parë edhe Xhesti. Në përjet është shpërndar një video në të cilën këngëtari me dhimbje informohet për vdekjen e vëllaut. Në rrjet ka qenë menjëhershëm reagimi i fytyrave publike.
Ngushëllime dhe keqardhje për vdekjen e Eldionit kanë shprehur edhe personazhet që për shkak të mosmarrveshjeve nuk kanë raporte më me Gjestin. Nga ta Egli, Gjeneta, Jozi e të tjera. Në anën tjetër, Gjibani dhe Vesa Smolica, Don Gjoni e Tuna kanë shtyer datat e publikimit të projekteve për shkak të tragjedisë në familjen e kolegut të tyre. Duke përquar se sa zemërthyer është edhe Gjesti në llogarinë e tij në Instagram, ka shpërndar një fotografi me anë të së cilës ka lajmëruar ndjekësit për ditën e varrimit. Madje aty është shkruar se reagimi është bërë nga menaxhmenti dhe kjo sigurisht ka ndodhur për shkak të gjendjes së rëndë emocionale të këngëtarit. Lamtëmira e fundit Eldionit i është dhënë sot në varresat e fshatit Pavlan, aty ku kaloi jetën derisa fati vendosi ndryshe. Prehu në paqe, Eldion Kelmendi.